Transferimi i Granit Xhakës te Milani është shumë afër. Ish mbrojtësi i Milanit Fulvio Kolovati e sheh Xhakën si lojtarin e duhur për klubin dhe pret që ai të sjellë mentalitetin e nevojshëm dhe klasin ndërkombëtar. Pjesa kuqezie e kryeqytetit të Modës po përgatitet ta mirëpres krahapur kapitenin e kombëtarës së Zvicrës. Fulvio Kolovati është gjithashtu i kënaqur nëse marrëveshja finalizohet së shpejti. Ish mbrojtësi i Milanit dhe me Italinë fituese Kupës së Botës në vitin 1982 dhe komentator televiziv prej kohësh ka shpresa të mëdha se kjo punë do të kryhet. Zoti Kolovati është Xhaka lojtari i duhur për Milanin. Nëse Massimiliano Allegri dëshiron atë, atëherë kjo është e garantuar. Çfarë shpreson Milani nga Xhaka? Sezoni i kaluar ishte një katastrofë për Milanin duke përfunduar në vendin e 8, pra gjëra të vështirë se mund të përkeqësohen, por në fund të fundit është e qartë, çfarë duhet i sjellë Xhaka ekipit është mentaliteti i duhur. Për më tepër ai është një lojtar i klasit ndërkombëtar që më ka impresionuar sa herë që kam komentuar për ndeshjet e tij gjatë 2 viteve të fundit të Bayer Leverkusen. Çfarë e pret Milanin në sezonin e ardhshëm? Së pari duhet të kuptoni ambicjet e klubit, por me Allegrin si trajner, Iglitaren si drejtor sportiv dhe tani ndoshta edhe Granit Xhakën, ta përfundojë në 4 vendet e para dhe kualifikimi për Champions League do të jetë i arritshëm. Kuqezinjtë aktualisht po bëjnë revolucion në mesfush. Ata nuk duan vetëm të mbështeten te Xhaka, por janë gjithashtu afër nënshkrimit dhe me Luka Modric.